E rënë në Tiranë arestohen 3 turqit si u përdhunua e reja brenda banesës me qëra. 3 persona nga Turqi janë arestuar nga komisariati numër 2 në Tiranë pas denoncimit të një 31 vjeçare suedeze cila pretendon se është përdhunuar në një apartament me qëra pranë zonës së Zogut të Zi. Në prangara 29 vjeçari Ferhat Çan Çiçek nga Stambolli dyshuar për marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura. Sipas burimeve pranë policisë, ngjarja ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit të 12 shkurtit. E reja nga Suedia VE u dërgua për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku konstatua shenja dhe dëmtime që përputhen me dhunë seksuale. Gjatë kontrollit në banesën me qëra, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi kanabisi. Për këtë arsye ndaj 29 vjeçarit rëndon edhe akuza e prodhimit dhe shitjes së drogës. Po ashtu janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë, 28 dhe 31 vjeç, të cilët dyshohet se kanë qenë të pranishëm në apartament gjatë kohës kur ka ndodhur ngjarja. Sipas hetimeve paraprake, ata kanë poseduar dhe konsumuar një pjesë të lëndës narkotike të gjetur në banesë dhe akuzohen për mos kallëzim krimje drogë.